جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الحمد لله رب العالمين ويشرق السلم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. لفظي شفت vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Salavatet ja qejmë selam të dashurit ton Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, i cili na ka mësua moralin dhe karakterin njerëzor me fjalën që ka urdhnu e than innema buithtu li utammima makarim al akhlaq, më të vërtet jam i dërguar për të plotësuar moralin dhe karakterin e mbar njerëzimit. Andaj në një hadith, në një thanje të tij alayhi salatu wassalam thot, feja islame është mbi 70 deg. Ma e larta është la ilaha illallah, ma e ulta është me majt pastër rrugën dhe vendin ku jetosh. Në mes të lartës dhe të ultës është turpi, marrja. Nëse s'ke marrë turp, bon çka duhesh. Dhe në hadithin tjetër ka urdhnu e thanë, marrja, turpi është gjysa e imanit, e besimit. Ai që s'ka marrë, s'ka turp, ai s'ka fe, ai s'ka din. Këto janë fjalët e mësuesit të mbar njerëzimit Muhammedit alayhi salatu wassalam. Allahu na baft të marshëm dhe të turpshëm ya rabbel alamin. Vllaznit e mi të nderuar, jemi edhe pak ditë para mujit të shenjtë, para mujit bekuar, mujit Ramazanit, që sot një javë e gjuma jemi agjerushëm, dita e parë e Ramazanit. Pregatitjet tona të dopta të thëmë drejten, për arsye se populli në përgjithësi e dikun në veçanti kanë dallashit, kanë deviju prej rrugës islame, çdo gjë është bën deti, ulqin dhe durs, apo edhe në lindje në Turqi, Antalya e Kudiune. Do të thot, kret jeta, kret puna e vitit, duke e bo mend ku do të shkoj e të bahem, të thom që ashtu të bahem hor për një 2 javë, apo 10 dit, apo 20 dit. Pse s'mundesh me kenë në regull kur shkojsh e gjveshesh burre grua ti, burre grua aj, burre grua ky, motor e vlla, re, Kudiun, kretë si pinguinat në Bregdeti. Keni pa pinguinat shën të gjveshur, njenin qetër. Pas ka marrë burri pak, gruan me gjvesh edhe me ju kallxua që me ecë për Bregdeti. Në brek që shtu marrës është, ose burri mashkulli mu vesh në brek e me dalë para mashkujve tjerë, apo dhe para femrave, ashtu, kjo veç tepër duhet me qenë i gjveshur nga vlerat e moralit dhe të karakterit. Njeri tepër kur bëhet i pa karakter, i pa moral, i vjen ajo shkallë. Prej që ty në lloj pregatitjeve, na u ka bon edhe një risi tash 2-3 vitet e fundit. Ajo risi që Prizreni se kishte tash e ka. Ajo është festivali Dokufest, që rrinë në Lumbardhi, në Bistric, ka rrinë gjint dhe shejtant edhe ata po në advent.
duke pi alkohol në brigjet e lumit, raki, e drog, e duhan, e duke i shfaqur mrenda 7 ditëve 250 filma, që asnjë prej këtyne filmave s'ka të bëjnë me karakterin e kësaj toke, të këti kombi dhe të kësaj feje. Filmat huj, e që një prej filmave të huj që është duke u shfaqur, 2 ditë ka 7 orë e gjys, 15 orë. Në fund ata e mbyllin tani këtë fest. Kur ta mbyllin 7 ditë që doku festin, thojnë ka qenë me shumë karakter edhe japin dhurata. Tu menua që një me kanë bo diçka, edhe tu menua kanë qfaq diçka, edhe tu mendua që një me Prizrenit dhe popullit Prizrenit i servuan dhe i dhanë diçka. Vallahi asgjëns në kanë dhanë vetëm shejtan lëqe. Vetëm dreq një lëke që femnët dhe djemë tonë, vajzat dhe djemë tonë, mas jacis të shkuë të menua që një me është duke bërë diçka që atje, e fabrikat e birrës duke bërë sa me mujtë me mauna, me kamiona birra që populli Prizrenit i 30 e sa gjamiave të ngopët dhe të nëtojnë në alkohol. Dje më rasti më ardhë, e jo manalë, se s'ku ndalë këtë gjatë në tonë, Lumbardhi është ndalë nga uji. Thatësin po e përjetojmë të gjithë, ja Rabbi, ja Allah, s'ka shi që një muje sa. Lumbardhi është mbushur me bërloge, dhe zarzavateve që e tregojnë se qëtë popull jetojnë një popull pis. Një popull i ndyt. E disa prej të hujve jenë nalë të soziu, të ura e soziut qëtë. E po e fotografojnë lumin. Edhe unë jem nalë mas të në pëkshuri, bashkë qka po fotografojnë, nuk po fotografojnë gjamin, as urën e gurit, po e fotografojnë, po e gjirojnë lumin. Qka me fotografua? Safat apo plastiket e ujnave, të pijeve, që shika pru uji, e që shika nda, e jorgana, e dyshekna, e zarzavateve plot për plot Lumbardhi, ata manalë do ku fest. O, ju që keni organizu këtë doku fest, banë një përmirësim në këtë fjalë, thoni doku pastërti. Doku pastërti, jo doku fest. Kuna ka hije neve kjo? Animo me filmat huj. Qka në interesoj neve filmat e Meksikës, dë banditave të drogës, spanjole, portugeze, argentinase, braziliane, amerikane, evropiane, ku jemi na, apo duam të bajmë Kosovën, qka duam të bajmë, nuk e di, 2 pika, apo 12 pika. O djemë të ri që jeni në gjami sot, o djemë të ri, o gjemat që jeni në gjami sot, që ju ndanë prej mujt mazë, mujt Ramazanit, vetëm 6 ditë. Qëfar pregatitje kem bona, kur e di ma heret para disa viteve, para Ramazanit edhe para Bajrameve, u bëshin pregatitjet pastrimi i qytetit u bante, se po vjen muaj i bëkuar, muaj i agjerimit, muaj i muslimanve, muaj i Kur'anit po në vjen. Allahu Gjelle Gjelaluhu po thët, shahru Ramadan, alladhi unzile fihi l'Kur'an, muaj i Ramazanit, në të cilin është i shpallur fjale Allahut, Kur'ani, huden linnas, udhëzim për njerëzimin, udhëzim me ju udhëzua njerëzit, huden linnas, vë bejinat, me argumente dhe me arsye. E na po jetojmë këtë jetën e festivaleve të ndyta, kundër kombit dhe feston. Seriozisht po ju thamë. Kështu bashkë seriozisht po ju thamë. Ka humbur drejtësia, ka humbur pastërtia, po shkrujnë e po folin ta pastrojmë Kosovën, jo o vlazën ta pastrojmë Kosovën, po mos ta përlyjmë Kosovën. Ka dalim prej ta pastrojmë Kosovën edhe prej fjales mos ta përlyjmë Kosovën. Ma mirë është mos ta përlyjmë Kosovën,
sepse ta pastrojmë Kosovën. Allahu Gjelle Gjelaluhu në bëft pastër, qysh në thot Kurani, që pejgamberi kur ka ardhë prej gari Hiras, prej shpellës Hira, në shtëpi, e i ka thonë gruës nga friga që është taku me Gjibril, më mbuloni, ka ardhë Gjibrili të shtëpia dhe i ka thonë, ja juhel muddethir, o ti që po lyp dikush me të mbulua, kum fa andhir, qohu dhe mëso, qohu dhe prediko, qohu dhe kalzoj popullit qka ke ardhë, wa thiyabaka fatahhir, dhe rrobat e tua pastroj. Ka fol për pastërti, ja Rabbel Alamin. Allahu Gjelle Gjelaluhu në bëndë qështë në kahije me kënë musliman, ja Rabbi. Në hadithin e pejgamberit që e transmeton Ibn Abbasi radiallahu anhu, po thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po e tregon Ibn Abbasi sjelljet profetiket Muhammed Mustafa alaihi salatu wassalam, po thot, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas. Më bujari ishte, më i miri dhe më bujari. Ka qenë më bujar edhe më bujar në muajin e Ramazanit. E kur vinte Ramazani, e takon të Gjibrili alaihi salatu wassalam. Në çdo natë, dhe jam mësoj ke Kur'anin, Gjibrili. E ma shumë ishte më bujar në Ramazan, kur hajrin e Resulullahit e kanë quajtur kështu, ka qenë sikur ajri që s'le ajri vend pa hy, as dobia e Resulullahit s'kalon vend pa hy. Dhe në hadithin tjetër për thët, wa idha kana awwalu lejla, e në natën e parë të Ramazanit, mbyllën dhe lidhen, pengohen shejtanat, wa maraдаtul gjinn, edhe ata që janë gjinn prej botës gjinore, që janë zullëmbërës, keqbërës, dhe mbyllën dyert e xhehenemit. Nuk qelet asnjë në Ramazan të gjitha, dhe hapën dyert e xhenetit e nuk mbyllët asnjë, dhe thret një melek nga qielli në çdo natë, o ti që po don me bë mirë, vazhdo, myshde që po don me bë mirë, ban mirë, o ti që po don me bë keq, nalju të keqës tënde. Dhe në Ramazan, o vllazërit e mi, numër të madh, Allahu Gjelle Gjelaluhu për hir të këtij muajit i shpëton nga zjarri i xhehenemit. Sikur kur është një muaj edhe bëhet një amnesti prej kryetarit shtetit, ata që janë të burgosur për shembull, ata që janë të burgosur politikisht e kon fjalën, jo kriminalet, se kriminalin po e nxorën nga burgu, prapa i do të zhvilloje krimin. Kurse njerëz që folin të drejtën edhe futen në burg, ata kanë problemi. E del një qeveritar edhe çdo muaj apo çdo vit e ban një amnesti për ata i liron. Sa gëzohen ata dhe familjet e tyre, sa gëzohen ata që shpëtojnë prej zjarrit të xhehenemit. Allahu Gjelle Gjelalu në shpëtoft të gjithëve. Prandaj po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadana, kush e agjeron Ramazanin, imanen wa ihtisaban, prej imanit e agjeron. Imani është i ma agjerua. Edhe e ban llogarin se Allahu ja jep sevapin as kush tjetër, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, i falen të gjitha gjunahet që i ka bën deri atëherë. O vllaznit e mi, këto ditë, edhe vjet, edhe par vjet, edhe vitin që të vije, edhe 4-5 viteve të ardhshme, gjithmonë kanë me fol popullata, kanë me bart gajle, muji po vjen i agjerimit nxehti i madh. Edhe shejtani ka me ju thanë, pine birrën, e pine ujin, e pine alkoholin, e mos agjeroni se nxehti i madh. O vllaznit e mi, o musliman, ky muaj i madh i agjerimit nuk është vetëm për trojet tona. Ka vende edhe më të nxehta se te na, ku tash nga dishullin arabik, ku jetojnë mbi 70 milion musliman apo 80 milion musliman, atje është nxehti 50. Edhe për ata është agjerim. Apo për popullin e Afrikës, apo për popullin e Azis, apo për 1,5 miliard musliman në botë, e ne e barim gajle si do të agjerojmë. E shejtani ban vezvese, edhe e mundën ka njëherë njerëjun. Shejtani e mund njerëjun, e len edhe pa agjerim, burrin dhe gruan edhe familjen kret, nuk agjerojnë Ramazanin se nxehtë. Na agjerojmë Ramazanin, e rahmeti Allahut Gjelle Gjelalu është në Ramazan, edhe nxehti i madh,
edhe nuk të merr etja. Edhe nxehti madh, edhe qëndrojsh. E kur është në pyetje për Allahin më qëndrua, a diskutohet kjo punë? Nuk diskutohet. Allahu xhalla xhelalu na sjall të muin në shenjtë me bereqet ya Rabbel Alamin. Allahu na qoft shiun prej qiellit, na qoft bereqetin ya Rabbel Alamin. Allahu xhalla xhelalu na i fal gabimet që ky popull po i bën fytyrë tokës, që të largohen prej alkoolit, e të largohen prej shumë faqëzillëkeve që kanë hinta. Allahu xhalla xhelalu na pështoft prej doni dënimit azabit, që sa kanë mujt këto ditë, këto vendet tona kanë bartë, nga ka kanë mujt birra e alkohol t'ju bijet, ata që e manifestojnë, apo ata që e festojnë këtë farë doku festin, që me qka na u dokur kjo feste, qka ka pa hajrë prizreni prej kësaj festa, apo prej këti lloj festivalit filmave, e që këtë gjithë filmat mos harroni këto trije pleq, po pleqve s'ju intereson ma shumë sa trive, vallahi filmat, as një sent njerëzimit si kanë pru, vetëm shërë. Kurse neve këtu, kretë që ta filma që na servohen, qofshin filma live jashtë që i qesin, apo në për televizore, kretë kanë një qëllim ta kënë femnën tonë viktim për amoralitet, as gjë tjetër. Ta largojnë prej fejës këtë popull, edhe tjetë femna kosovare viktim, leprush, viktim për qefët e tyne. Allah i na pështoft karakterin dhe moralin tonë. Allah i na i pështoft familjet tona, djemë dhe vajzat tona. Pra ne mos harroni se kretë këto sherre e kanë qëllimin pse bëhen. Se mos kujtoni që e kanë zgjedh problemin për dokufes dishka tjetër. Le ta qojnë dokufesin që po punë e madhe mos u dokt ky fest, e kur mos u dokt në Prizren, inshallah taala. Neve na kam të pa pastërtia e qytetit, ata marrin me birra, me alkohol, a këne reklamohen ta pastrojmë Kosovën. Jo ta pastrojmë Kosovën, po mos ta fliqim, mos ta përlyjmë Kosovën. Allahu xhalla xhelalu na bën të pastër në shpirt, na bën të pastër në trup, na bën të pastër mrenda dhe jashtë shtëpiave tona. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu xhalla xhelaluhu inshallah është i kënaqur me neve e na sjell muajin e shenjtë të Ramazanit ya Rabbel Alamin, duke bënë atë ube istikfar që ta agjerojmë për Allahun, ta marrim sevapin të Allahu xhalla xhelaluhu, e të na shpërblej Allahu xhalla xhelaluhu me ata që i shpërblet agjerusit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Thoni astaghfirullah dhe bëni të ube istikfar për Allahu xhalla xhelaluhu. Allah i na i fal gabimet. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Vllazërit e mi, me qenë se jemi afruar Ramazanit, të gjithë me çka mundet me pas për familje dhe për veti. Lexim të Kur'anit, këto mos e harroni, leximin e Kur'anit. Po nëse s'dim, tash në internet po lexohet Kur'ani. Në radio po lexohet Kur'ani. Në për kablovika i gjeni kanalet ku lexohet Kur'ani. Let lexohet Kur'ani në shtëpiat e juja, se në vend Kur'anit është kompenzuar me muzikë dhe me këngë familjet e muslimanëve. Wallahi kështu është ndrru familja muslimanëve. Bile muajin e Ramazanit, këto javë, këto ditë që po na vijnë, le të shndrohen shtëpiat e juja. Përdorne kush e ka internetin në për shtëpia për hajr, përdorne jo për sherr, jo për filma, po për Kur'an dhe për ligjëratat e mbi 5-60 hoxhallarëve të shqiptarëve, të cilët ka kuadër mashallahu taala, e po mundohemi secili me i dhënë çka duhet me dhënë këtij popullit tonë inshallahu taala. Prandaj ndihmoni dinin e Allahut, ndihmoni familjeve të juaja,
me shëndrim, me ndryshim rëndësor në për familje. Le të lexohet Kurani, le të falet 5 vakti, le të dëgjohet Kurani, le të nalet kënga, le të nalet muzika në shtëpijat tona, le të nalen filmat e ndyt, po le të shohën ato çka duhet edhe çka na sjellin hajrin o vllaznit e mi. Ndërto inshallah taala të dillën që të vjen, pra mas nesër në xhamin e Sinan Pashës, mas namazit akşamit ka program për femra. Pas nesër, mas namazit akşamit, ka program për femra në xhamin e Sinan Pashës. Kurse të martën, ditën e martë, ka gjithashtu mbrëmje kuranore mas namazit akşamit në xhamin e Sinan Pashës, aty afër Shadrvanit. Elusim Allahun xhelle xhelaluhu, elusim Allahun xhelle shanu, neve që jemi që tu po ndëgjojmë, Allah i na përmirësoft. E me neve të i përmirësoj edhe të tjerët. Folni për muajin e Ramazanit. Shtoni dozën e imanit, shtoni dozën familjeve t'juja edhe shokëve t'juj, se të tjerit folin vallahi të nësundë të agjerojmë se nëzet. Shejtani i mundën edhe me të vërtet e agjeron deri ndrek edhe ndrek për shka e të bo, vallahi s'u në qëndrova. Vallahi ki me i qëndrua, qësh ki me i qëndrua zjarmit gjehnemit të vlajem, se mujt Ramazanit, kush nuk ashtë i qëndrushëm, nalë në punën fizike pak, në kohën e drekës pushoni pak më shumë, mas sabahit filloni ma heret, punoni pak, qësh kanë qenë për para e bafqegjit, qësh e kanë punu e tokën, kanë shku mas së fyrit, e kanë punu, kur ka marrë në zeti madhë, 4-5 orët e mesdites kanë pushue, e kështu më radhë, kjo është një mujë. Mandej mos harroni se po e kryem një urdhën të mbi ati që ka urdhnu mbrejmë mbi 7 qiell. Rahmeti ati është më i madh se në ato, na me hin lumë me najtë në bazen gjithë ditën, nuk mujmë me e freskua veten, po që se nuk na freskon Allahu xhelle xhelaluhu me rahmetin e tij. Alusim Allahun xhelle xhelaluhu të na kthejnë fjalën e Allahut xhelle xhelaluhu në Kur'anin famlar dhe ndihmë të Allahut xhelle xhelaluhu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa aqimis salata inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.